Vesh në Gosivar ndodh kjo punë. Por një fëmijë ta refish ti pa, si babe vetë në këtë shekull se në refe, se në maltërtoj, prindi vetë se në maltërtoj, polici me qysh detire ka pas, me qysh ligje i ka prek. Fëmijën tonë. Nuk ka ligj që mundesh ta dhunosh asnjë njeri. E aq më pak një 15 vjeçar për cilin rregullat dhe dënimet janë shumë ata pra. Po nëse ka bojë gabim, familja ka familje, nuk është pa familje, tjetë pa familje, po, familja i rimas. Mbrëm në Gostivar, një i ri 15 vjeçar është dhunuar nga policia. Ai ka qenë me motor fillimisht, duke kaluar, në moment patrolla e policisë e ndalon, i njëjti nga frika, për shkak se është 15 vjeçar, tërhiqet pas me motor, edhe në atë moment që tërhiqet pas, policia e qëllon në pjesën e pasme të motorit, sipas deklaratës së tij, edhe rrëzohet nga motori e më pas rrëzimit i njëjti dhunohet nga policia. E gjithë ngjarja ka ndodhur përpara gjykatës themelore në Gostivar. E njëjta është e monitoruar me kamera. Pra videon e xhirimit e kemi, e posedojmë ne, po për shkak se ende hetimi nuk ka marrë një epilog nga kontrolla e brendshme e policisë, në të cilën është lajmëruar rasti, ne xhirimin nuk do ta publikojmë. Por, pasi të ngritën procedura dhe të kthehet drejtësia për këtë rast, atëherë ne do ta publikojmë edhe të njëjtin. Njashtu, pas ngjarjes ka shku në spital, edhe atje janë konstatuar lëndime të cilat janë shkaktuar të riut 15 vjeçar. Është e çuditshme se si mund policia të gjatë ndalesës, në qoftë se i njëjti nuk ndalon, veçanërisht kur bëhet fjalë për një 15 vjeçar, do duhet dhe sipas ligjit është i lejuar vetëm që të përdoret forcë proporcionale, e një djalë i ri si ky që e shihni, çfarë force mund të kishte treguar që policia është dashur të përdor forcë të shtuar për ta neutralizuar të njëjtin sepse ka qenë duke vozitur motor. Ashtu ishte apo? Isha me motorin të vozit, e në shkova ka gimnazja, e në e pashat policin, e në më hipi panika se pa do zvoll, pa dokumenta, pa asen. Unë masën e dusha t'i hika t'i policit, e na i më zdrojpi motori, e unë thash, unë me nava sa ani më zdrojpi motori, të më hunë gjate, masën e atë moment nesit e më sel, më ka sel, ka kreja, ka bargu, ka tropi, kanë ka sel. Një i ri i cili është vetëm 15 vjeçar dhe me raporti mjekësor konstatohen këto të njëjtat lëndime. Rasti është lajmëruar më njëherë në kontroll të brendshme të policisë dhe shpresojmë që drejtësia për këtë rast të merr dritë. Njashtu, dua të lajmëroj se në qoftë se vërtetohet e njëjta është një shkelje e rëndë e të drejtave të fëmijëve, sepse bëhet fjalë për një 15 vjeçar dhe pavarësisht largimit, tentimit nga frika, se sigurisht e ka frikën policore të uniformës, mënyra e ndalimit të